Përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë hapësirë informative, në hapësirën e ftuar të ditës. Ditën e sotme do të flasim për protestën e cila ka hyrë në ditën e saj të 44-të. Me ne është bashkuar studiuesi Mareglen Kasmi. Zoti Kasmi, shumë faleminderit që jeni me ne. Mirëmbrëma. Sa i takon protestës, ju keni bërë një shkrim që shtroni edhe pyetjen, po ju a e doni Shqipërinë. Kujt ja drejtoni më shumë këtë pyetje, zoti Kasmi? Për të ngacmuar pa. Sigurisht që është një nga ato momente kurse ndodh me studiusit që kur shikojmë fenomenet saktura, vini momente edhe do thosha kështu që reflektimi apo shkrimi. Është një shkrimi cili në thelb fakti drejtohet gjithë shoqërisë shqiptare, sepse shikojmë që abuzohet tepër edhe me të adhe dashurin, pra në të gjitha krahat e mundshëm, qoftë në pikpamje politike, qoftë në pikpamje shoqërore dhe kështu me radhë. Kështu që është një shkrim i cili i ka disa sigurisht njerëz që u adresohet, duke filluar që me media, në kuptimin e mënyrës së transmetimit të realitetit, sepse unë shkruaj aty që jetoj këtu dhe i shikoj gjëra si unë dhe shumë të tjerë, që shikojmë që jo gjithmonë kemi një të themi transmetim të realitetit çka po ndodh në protestë. Pra, në një mendim, nëse shikojmë dhe kalojmë dhe protesta, shikojmë që protesta ka mbaruar në thelb. Pra tani jemi në pasjehonën e protestës, po me siguri do kemi kohë ta çojmë më tej. Po ashtu edhe me mënyrën se si bëhet politik në Shqipëri, pra me kulturën politike shqiptare, ku prej vitesh e vitesh shikojmë që në për studio, shkrime e kështu me radhë, lëshohen vetëm akuza, madje akuza shumë të rënda, qoftë ky ndaj qeverisë apo edhe ndaj njëri tjetrit forcat politike, të cilat shkojnë nga tradhtia kombëtare deri korrupsioni dhe vjedhje të cilat. Qartë, zoti Kasmi u thotë që jemi në pasjehonën e protestës. Sipas ju pse ka mbaruar protesta, duke qenë se sot shënohet edhe dita 44. Ne mund shkojmë ndoshta edhe në ditën e 100, në kuptimin e një grupi të caktuar i cili del për ato arsye që artikulon apo nuk artikulon në shesh, çka është normale, sepse nëse do të shkonim në kryeqytetet e botës sot mund të kesh ndoshta para portës Brandenburgut 3-4 grupime që protestojnë në mënyrë të pavarur njëri nga tjetri. Pra kjo nuk do të thotë në thelb ndonjë gjë. Sigurisht që tregon që në një vend funksionon demokracia, pra lejohesh të protestosh, por unë flas jemi në pasjehonën e protestës, pasi nëse i referohemi ditës parë protestës, ditë e cila u karakterizua nga masiviteti, apo themi disa ditëve të para, 5-6 ditëve të para, ndoshta deri javën e parë protestës, u karakterizua nga masiviteti, pra shndrimi i protestës në një lloj trendi po ashtu, themi, pra që çdo qytetar e gjente veten edhe dilte për të protestuar, apo ndoshta edhe për të parë, dhe unë në këtë periudhë po ashtu bëra edhe një shkrim që e quajta panajiri pa kënaqësive, pra në kuptimin jo për të ofenduar pjesëmarrësit apo negativ, por në kuptimin që në këtë protestë shikojmë që e gjen veten gjithkush edhe del. Por me kalimin e kohës e shikojmë që kjo gjë ka ndryshuar. Pra pam kalimin në disa faza të protestës, si pasojë e mungesës së artikulimit të një qëndrimi të saktuar, qoftë politik, qoftë organizativ, sepse mund protestosh, po protestat kanë synime të cilat i drejtohen politikës, dhe po ashtu kur protesta është organizuar, është një mundësi tjetër që po i ofron kjo protestë edhe shoqërisë. Po ashtu nuk mund të thuash që një protestë nuk është politike, sepse në fund fare, sikur të thamë, atëherë nëse nuk ka një orientim, nuk ka një kokë që drejton dhe artikulimet të kësaj natyre, për më tepër që artikulimet janë, sikur të thamë, të gjitha llojeve dhe shkojnë kryesisht antisistem, pra deri te revolucioni kështu me radhë, shikojmë domethënë që janë koncepte të cilat në demokraci duhen parë me kujdes se ndonjëherë mund të rezultojnë edhe të rrezikshme në kuadër të rendit gjithmonë shtetëror, kushtetues, demokratike kështu me radhë. Dhe them jemi në pasjehonën, pasi nuk po shikojmë ndonjë mbështetje më në mas, nuk ka reagim qoftë në pikpamje të politik, qoftë në pikpamje ndërkombëtare, por po ashtu dhe qytetarët tani kanë kaluar nga ajo faza e trendit, pra që të shikojmë protestën nga afër çfarë ndodh, tani më tepër janë tërhequr dhe duke parë pra se si janë këto zhvillime. Kështu që janë proceset cilat i kanë kaluar, edhe teoria e protestat në botë janë studiuara, dhe praktikisht nuk ka ngelur gjë që ta shpikim ne në kuadër që ta bëjmë ne për herë të parë, diçka që të hymë në këtë rrjedhë.
Por nëse e shikojmë pra dhe e studiojmë pikërisht atë që bëjnë studiuesit në pikpamje të studimore të zhvillimit saj, mund të thuhet që jemi në pasje honën, pra jemi si thuash në atë pjesën e inercisë të protestës, e cila ndoshta mund vazhdoj dhe disa ditë mund vazhdoj dhe për kohë më të gjatë, por në thelb nuk ka më fuqi detyruese për të patur një reflektim politik nga qeveria. Qartë, zoti Kasmi, ju bët një krahasim edhe për ta bërë dhe këtu bashkë, çfarë ka ndryshuar nga fillimi i protestës dhe tani që jemi në ditën e 44-të? Janë disa gjëra së bashku. Pikës pari unë përmenda pjesëmarrjen, e cila tani në këtë fazë thuhet që nuk është shumë e rëndësishme, dëgjojmë ndonjëherë pasi problemet janë edhe ka rëndësi që del dhe qoftë edhe një grup i vogël në shesh, por pjesëmarrja është treguesi i parë, sepse në fund fare pjesëmarrja tregon votën. Në çdo sistem demokratik, ndryshimet vinë nëpërmjet votës. Dhe ne kemi një majorancë e cila vitin e shkuar u konfirmua përsëri madje më mirë se sa herët e tjera në pikpamje numerike, kështu që numrat janë të rëndësishëm. Janë të rëndësishëm sepse krijojnë shumë presion. Jo detyrimisht se nëse do dilnin 851.000 në shesh, do thotë që automatikisht pra i referohem numrit afërsisht votave që ka marrë Partia Socialiste në zgjedhjet e kaluara, nuk do thotë automatikisht që këtu menjëherë ndryshon gjithçka, sepse ndryshimi vjen në rrugë institucionale nëpërmjet parlamentit. Pra aty ka procedurat njëra që nga votbesimi e kështu me radhë. Pra, numrat pikës pari. E dyta ajo që ka ndryshuar rrugës në protestë ishte nga një protestë model paqësore, kaloi në një protestë për një periudhë shkurtër kohë të dhunshme. I referohen edhe episodeve që kemi parë në Parlamentin e Shqipërisë. Por që flisin në emër të protestës, çfarë kam parë, kam qenë dëshmitar edhe vet. Aty kushdo që ishte brenda atij rrethimi është qelluar, madje edhe ata që nuk kanë punë fare me Parlamentin. Çka për mua ishte pika e kthesës për sa i përket pjesëmarrjes në këtë konferencë, në këtë protestë. Dhe si e tillë, sigurisht që janë etapa të cilat erdhën në kohën ku Zoti Kasmi, ndjes për t'ju ndërprer, po duke referuar dhënuesve, nëse mund ta quajmë shumë protestuesve që kanë shkaktuar dhunë, organizatorët e protestës, të vetë quajtur të tillë, kanë thënë që janë persona të infiltruar nga jashtë dhe nuk janë pjesë e tyre. Keni një koment për këtë? Unë nuk mund të kem koment para që posa nuk ka nga organet përkatëse të ketë një qëndrim, por që mund të jetë edhe kështu, sikurse mund të jetë edhe një alibi që po kërkohet krijohet. Pra me mund nuk mund flitet. Duhet të shohim pra në fund të hetimeve se si do të dalin. Por unë kam parë, sikur se thash, kam qenë ato 2 ditë aty dhe ata që gjuanin më shumë dhe 300 turmën nuk ishin të filtruar, se ishin pikërisht drejtuesit e saj që janë edhe sot në krye. Disa prej tyre. Të paktën këtë e them me siguri se kam qenë aty. A ka patur të tjerë që mund të kenë ndjekur të rusi, nuk e përjashoj dot sepse nuk kam nga ta di. Por që edhe kaq që thjesht nuk mund të jetë. Zoti Kasmi, duke referuar gjithmonë shkrimit tuaj, ju thoni që është përqendruar debati ekskluzivisht te kryeministri Edi Rama. Në këtë lloj forme mendoni që është zhvendosur vëmendja nga problemet reale që mund të ketë vendi ynë? Tani duhet thënë që ai që quhet personalizimi i debatit, para rasti konkret sigurisht që kryeministri është në thonjza i dënuar që të duroj që nga kritikat, që nga sulmet. Është person i përgjegjës sepse drejton qeverinë padyshim dhe më së shumti adresohen në drejtim të tij. Por duhet ta shikojmë pak çka unë kam analizuar në shkrim pak më ftohtë dhe më me kujdes. Kur them me kujdes e kam fjalën që është e pamundur që një qeveri të punojë në kushte kur për gjithçka akuzohet. Dhe akuzohet, nuk e kam fare me qeverinë aktuale, e kam gjithmonë në parim. Akuzohet nga mëngjesi në darkë dhe ditën tjetër fillojnë akuzat tjera. Ndërkohë që akuza, shpifje që hera herës rezultojnë dhe të tilla, përveç se ka një impakt shumë negativ në shoqëri, pra praktikisht fillon nga përçarja e shoqërisë deri në lodhjen e saj, sepse është e njëjta situatë në çdo ditë të dëgjosh gjithmonë vetëm negativitet ose pozitivitet dhe sigurisht do jesh gjithmonë do lëvizësh në atë krah aty ku dëgjon më shumë. Por nga ana tjetër, unë mendoj që ka të bëjë me kulturën politike në Shqipëri, ka të bëjë me kulturën e debatit në Shqipëri, ka të bëjë dhe me kulturën e kritikës në Shqipëri. Të kritikosh qeverinë nga mëngjesi në darkë është gjëja më normale që ndodh në shtet demokratik. Të akuzosh pa fakte dhe mbasi të akuzosh, mos të shkosh në organet kompetente, të depozitosh këtë një kallëzim penal, atëherë këtu duhet parë me kujdes.
se o e thua fjalën, se fjala e thënë në media, fjala e thënë në rrjetet sociale, pra sidomos për persona publik, ka rëndësi te publiku. Pra ne jemi ende në fazën ku shumë njerëz ne ka thënë apo shthën televizor, se nuk flet televizori. Dhe po u tha televizor, kjo është e mirë qenë, merret automatikisht si e vërtet. Kështu që të kritikohet padyshim, sepse është detyrë e gjithkujt, opozitës, është detyrë e çdo qytetari që është i përfshirë në këtë debat që të kritikoj, po të kritikoj gjithmonë duke patur fakte dhe mbasi mbaron këtë, nëse mendohet se aty ka më shumë se kaq, shkohet në organet kompetente. Unë nuk di të ketë edhe këtë 44 ditë që flitet për dorëheqje, nuk di të jenë dorëzuar padi në kuptimin e mirëfill të fjalës për akuzat që ngrihen. Dhe nuk kthehen fare, në rastin konkret e kam gjithmonë kthehen pra diskutimit në parim, ne duhet të ndërgjegjësohemi sepse as opozita nuk mund të veprojë në këtë mënyrë, sepse duket sikur merr një përfitim për momentin, por në fakt njerëzit janë aty dhe dëgjojnë, shikojnë, vlerësojnë dhe në 4 vite po ashtu edhe reagojnë, reflektojnë atë që kanë në kutinë e votimit. Kështu që në këtë kuptim përgjegjësia duhet jetë shumë e madhe. Unë këtu e kam të artikulli që ose duhet të sillemi pra të kritikojmë me bazë dhe fakte, ose duhet shikojmë se këtu ka një gjë që nuk shkon, duke ndërsyer pra njerëzit kundër njëri tjetrit. Në këtë kuptim si keni parë reagimin e kryeministrit Edi Rama sa i takon protestës, ai shpesh reagon me rrjetet sociale, me shkrimet të ndryshme, në intervista, deklarata. Unë mendoj që reagimi erdhi ndoshta me vonesë në kuptimin e saj, sikurse jam i mendimit jam pak konservator në pikpamje të funksionimit të disa gjërave në shtet. Unë do thosha që ajo që duhet bërë në këto raste është reagimi zyrtar sipas metodave klasike. Konferenca shtypi, komunikim me popullin, sikurse shohim për shembull presidentin amerikan që ka gjëra të rëndësishme del edhe flet me popullin, por ajo që mund të thuhet që ka çaluar jo vetëm gjatë kësaj qeverisje, por në tërësi në kulturën tonë politike është transparenca dhe dhënia e informacionit. Pra, rrjetet sociale dihet që janë të rëndësishme dhe te i kalojnë mundësit ndoshta edhe në televizioni, por që mendoj që ka disa gjëra që nuk duhet ndryshojnë. Pra, reflektimet duhet jenë gjithmonë zyrtare dhe të zënë vend popull. Në këtë bisedë do rikthehemi her pas here dhe shkrimit që ju keni bërë. Në analizën tuaj po ashtu ju thoni që protesta ka pasur një metamorfozë nga ajo e karakterit ambientalist fillimisht, ka kaluar në një karakter më politik. Kur mendoni që ndodhi kjo thyrje, ky lloj kalimi? Kjo në fakt, për mendimin tim, ndodhi që ditën e dytë protestës, mos po ditën e tretë, pra ditë të protestës në të cilat shikojmë që nuk përmendet më zvërneci apo çështja, themi, ose ndoshta e tha shumë fort, nuk është më në plan të parë çështja e ambientit, po shikojmë ruajtjes së ambientit, po shikojmë që kanalizohet drejt kërkesave të mirëfillta politike. Pra, evidentimi i problemit që kryeministri Rama është problemi i gjithçka këtyre gjërave të këqija që ndodhin në Shqipëri, zgjidhja është largimi i tij, pastaj shohim e bëjmë se si vjen më pas. Mbas kësaj për shkallëzim erdhi si goditje apo lëvizje antisistem. Pra, vetë fjala revolucion. Prishim çdo gjë, të fillojmë nga e para, madje filluan bëhen qeverinë hije, filluan t'i dhënë ide se si mund të hedhësh emrin në një kusi edhe që aty të nxjerrësh me short, pastaj se kush do bëhet kush e kështu me radhë. Këto janë metoda të cilat jo vetëm që të papranueshme, por na hedhin, po të doni diskutojmë se unë historian jam, edhe në pikpamje historik, na hedhin pak nga 100 vite pas. Pra, këto kuvendet kombëtare kanë qenë të nevojshme në 1920-ën, kur Shqipëria e sapo dal nga lufta e parë botërore me një themi vedije shumë të shkurtër shtetërore, po thuajse as pak, në fakt se nga 20-a e pas fillon shteti modern shqiptar apo shteti i ri shqiptar. Aty ishte i detyruar të shkojë drejt disa organizimeve të kësaj natyre popullore, sepse nuk kishte, por çfarë më thën tani? Hajde prishim gjithçka, sepse jemi të pakënaqur me sistemin. Tani sistemin e bën njerëzit. Nuk ka asnjë sistem që rregullon veten apo përcakton veten. Dhe mekanizmi i demokracisë është i dhënë. Vota e popullit, pra votohet populli, zgjidhen përfaqësuesit e tij, edhe shkohet ata përfaqësojnë popullin duke rregulluar për të mbushur institucionet. Këto veprime mendoni që janë naive apo të mirëmenduara? Po nuk mund të them dot se si janë, por që kur i shikon ndonjëherë, domethënë në mënyrë se si artikulohen,
për mua them që edhe drejt naivitetit shkojnë shumë, në kuptimin e perceptimit, por po ashtu edhe ndoshta të kulturës institucionale që mund të kenë. Pra nuk dua ta paragjykoj në këtë drejtim. Ditë them që nuk mund pranohet një lëvizje antisisteme e tillë, sepse unë jam 50 vjeç, nga 3 revolucione mund t'i përmendur në kuptimin që kemi kaluar. Tani çdo më thënë kjo shoqëri revolucion pas revolucionit, çfarë është kjo? E provuam mirë atë, t'i prishim të gjitha, t'i shkatrojmë të gjitha, se për 5 vite do i bëjmë se do na ndihmojë Europa dhe e pam se ku ka të ndisëm. Pra, këto rifillimet, pra në mënyrë periodike që gjithçka fillon tani, çdo gjë e vjetër shembet, pastaj edhe ato të teoritë e revolucionit, sigurisht që janë përvoja që shqiptarët e kaluan. Njeriu në ri e kaluan shqiptarët e panë, domethënë, po marr vetëm njeriu në ri në kuptimin e si simboli revolucionit apo revolucionarizimit të jetës shqiptarëve gjatë periudhës sistemit komunist, për periudhën e socializmit. Por që janë gjëra të cilat nuk zën vend, as në Shqipëri, për më tepër edhe jashtë Shqipërisë, pra në Bashkimin Evropian. Dhe këtu kalojmë në momentin tjetër. Tani jemi në një situatë shumë të rëndësishme. Pra nëse ky popull, apo e thënë ndryshe, nëse do kishte diçka që duhet bënte bashkë, opozit, të majtë, të djathtë, është pikërisht antarësimi në Bashkimin Evropian. Tani i kthehen përsëri historisë. Jemi mësuar në Europë. Gjithmonë ku shkojmë nga 2-3 delegacione mi paraqitur, që nga momentet më të rëndësishme, konferenca të rëndësishme ku vendosej fati shtetit shqiptar, edhe sot shikojmë në Bruksel apo Strasburg, pra në celit në institucionet e Bashkimit Evropian, që njëra palë shkon edhe flet për çka është arritur, pala tjetër gjithmonë pra godet edhe shumë zonë me zero gjithçka që është bërë. Harrojnë që aty flitet për Shqipërinë dhe nuk është fjala se kush është kryeministër, kush do e fus Shqipërinë në BE apo politika ditës pra për të përfituar vota. Kështu që mendoj që kjo shkon pa ashtu drejt edhe pak ndërgjegjes kombëtare. Se ne flasim për patriotizmin, madje në emër të saj tani ka filluar edhe sulmohesh. Ju madje quheni shkrimit tuaj pseudo-patriotizëm. Po patjetër. Si e ndani këtë nga patriotizmi politik? Do thënë, të përdorësh patriotizmin në kuptimin e mirëfill fjalës për të synuar lëvizje ndryshime të cilat shkojnë kundër mirëqenies apo kundërtarëve së vendit. Kjo është ideja, domethënë. Dhe patriotizmi është diçka që çdo njeri mund ta shpreh shumë lehtë. Nuk ka nevojë dalësh me flamur mbasupe për të thënë që unë jam patriot. Bë punën tënde mirë atje ku je, atë pjesën e vogël, bëu qytetar i ndërgjegjshëm, zbato ligjet, respekto të tjerët, atë që demokracia e ka kusht parë, që këtu pothuajse harrohet fare, dhe e ke bërë detyrën tënde ndaj vendit. Po, nëse vjen punë, padyshim tani, unë po e thjeshtoj shumë, por që nëse vjen puna te ndeshjet e kombëtarës zakonisht treguesi. Ajo është një atmosferë tjetër që shkon drejt patriotizmit emocional, ato mirë bëjnë, sepse forsojnë. Por nga ana tjetër, nuk mund të jetë normale që në një protestë politike në Shqipëri të kesh qytetarë apo të parti politike nga Kosova, vendosja që është e gatruar me sa lexojmë, sepse nuk mund vëmë dot dorën zjarr. Pra, sikurse po ka që gabuar do të ishte nëse nga Shqipëria do të shkonin në Kosovë. Pra, këtu shikojmë që në petkun e patriotizmit në këtë vend janë bërë shumë gjëra, dhe jo vetëm në këtë vend. Është normale sepse ka një shprehje që nuk dua ta them në televizion përsa përket kësaj. Pra, shikojmë që të gjitha këto rryma, të gjitha këto interesa, të cilat u bashkuan në një protestë e cila filloi sikurse e thatë dhe ju shumë bukur, pra me fëmijë, me vizatime, lodra fëmijësh e kështu me radhë, shikojmë që tani është ka ta ndisur një protestë të zakonshme politike, me një bërtham jo më shumë se ka nxjerrë historikisht partitë e opozitës në Shqipëri, pavarësisht se sikurse thash çështja e numrave është gjithmonë e debatueshme dhe relative, por kaq. Qartë, pavarësisht rrjedhjes së ngjarjeve, çfarë fati do të ketë kjo protesti pas jush? Tani para disa ditësh doli në media disa komunikime të organizatorëve të saj që po mendonin ta shtynin apo ta ndërprisin për ta shtyr atë në tetor. Do të thënë, kjo mund marrë shumë forma, në kuptimin ai numër që ju me siguri do na e tregoni pak më vonë në televizion, dhe shpresoj të jenë me siguri janë pamjet reale, se po shikojmë dhe media që ndryshe sheshin, ndryshe japin pamjet montuara. Dhe më vjen keq që them, sepse i kthehen prapë asaj që filluan bisedën. Do të thënë,
manipulimi i opinionit publik ndaj shpyetje, po ju e doni Shqipërinë. Sepse këtu shkon manipulimi. Pra, krijon disa, jo disa, po shumë probleme tjera. Kështu që unë mendoj që mund të marri dy rruga, që nuk është ndonjë gjetje ime e madhe, që do të ndaloj dhe mund të filloj përsëri në tetor, por ajo që unë mendoj që ka ndodhur tashmë është që presion politik kjo protest nuk kushton dot më. Sepse nuk u arrit do të artikulohet që në kohën e saj më të mirë për ato probleme që shikojmë që edhe kryeministri Rama ka reflektuar, madje gjithë maxhoranca ka reflektuar, pra që dhe ne gjithë e dim që këtu ka plot arsye për të protestuar, por që besoj se do shkoj në këtë drejtim. Mendoj. Në këto ditë, 44 ditë protesta, mendoni që është trembur klasa politike nga revolucioni i flamingove? Po tani aty flamingo vetëm emri ka mbetur, edhe disa që mbahen ende në mënyrë figurative, por që nuk ka më, sikur se thash, lidhje. Ajo që do të ishte ndoshta me flamingot e kisha fjalën. Ajo që do të ishte më logjike në mendimin tim, do ishte që me ata që e fillua vërtet protestën për çështje ambientaliste, të ishte edhe një tryezë ku të flitej, të diskutohej për këtë gjë. Por edhe aty u abuzua shumë, sepse ne e pam, do të qoftë në mediat çfarë u tha këtu, por edhe jashtë Shqipërisë. Ka plot televizione prestigjioze të cilët kanë përgjigjeshtuar lajmet e dhëna për këtë gjë. Pra nuk po marr në mbrojtje askënd, por sigurisht në Shqipëri ka kosto të flasësh troç dhe t'i thuash gjëra siç janë. Po unë mendoj që e vërteta duhet thënë. Dhe nga ky moment shikojmë që largimi, pra devijimi i protestës bëri që kjo çështje të harrohet. Dhe unë mendoj që ndoshta do të ketë ndonjë tryezë tillë, logjikisht, nuk e di a do ndodh. Sepse edhe qeveria është interesuar të kërkojë dialog me protestën, pavarësisht se kjo protestë që është tani s'ka lidhje me ato që filloi, por më së paku me ata që filluan protestën, por po ashtu është një lëvizje e cila vjen brenda sistemit dhe është krejt normale. Pra me çfarë do të bëjnë këto negociata? Me një grup përfaqësues nga brenda protestës apo nga një parti që mund të lindë nga kjo protestë, që ata që do jenë në atë tavolinë nuk janë fare sot në protestë. Pra është ka mbaruar çështja, misioni i tani emri është Revolucioni i Flamingos, çështja e Zvërnezit, sepse shikojmë që nuk është ajo diskutimi. Shikojmë domethënë që do të gjejë kjo një lloj dakordësie nga të gjithë palët, pra ata që protestojnë në shesh. Mendoj që jo, sepse edhe tani që kanë mbetur më pak, përsëri shikojmë që ka mosdakordësi për sa i përket unifikimit. Domethënë një protestë e cila kërkon të hedh poshtë gjithçka nuk mund të ketë një sukses. Sepse sikur se thash, protestat dhe shembujt janë të plot, janë të vlefshme kur vinë brenda sistemit, sigurisht e godasin sistemin për të patur reflektim politik, por që dialogohet për të arritur në këtë përfundim. Padyshim që ka dhe një moment që dialogu kur shikon që pala tjetër shkon deri në atë pikë sa nuk ka më, edhe ndërpritet dhe pastaj kalohet, por kalohet në atë quhet revolucioni i dhunshëm, apo të themi protestë e dhunshme. Çështja është që në këtë moment, dhe nëse i kthehemi po ashtu, në këto disa muaj u prish Shqipëria, zgjedhjet sapo kaluan. Tani këtu vim përsëri në pikën që asnjëherë opozita, kushdo që ka qenë opozit, kryesisht nuk i ka njohur zgjedhjet në Shqipëri. O të manipuluara, o të vjedhura, o të blera, kështu me radhë. Por që në thelb, kjo çështje, po ta shikojmë, e ka kaluar tashmë veten e vet si protestë. Protestuesit pretendojnë që flasin në emër të shumicës dhe ju në shkrimit tuaj ngrini pyetjen po cili sovran. Pse i drejtojni kësaj pyetje dhe pse e quani të tillë? Sepse në emër të popullit në këtë vend janë bërë shumë gjëra, që nga padrejtësia dhe krimet më dha po doni, dhe deri në abuzime. Dhe është shumë vështirë të thuash që unë po flas në emër të popullit. Për më tepër kur shikohet që nuk mund të jetë kështu. Pra nëse u kthehemi përsëri asaj çka përfaqësojnë numrat, se numrat përkthehen në votë. Kështu që populli ka folur, populli e do, nuk të pranon më këtë qeveri e këtë kryeministër. Këto sigurisht janë, themi, parulla normale që hidhen në protest, po kam përshtypjen se ata vetë nuk e besojnë vërtet që përfaqësojnë gjithë popullin, apo që gjithë populli është pas tyre. Sepse nëse do të ishte kështu, do shikonim ditë e parë do ishte barabartë me ditën e 44. Madje tendenca e protestave të drejta
është në shtim jo në rënje, nëse i referohemi pikërisht kësaj gjëje. Po shtimin që ndodh në ditët që janë të dedikuara diasporës, si argumentoni këtë? Po unë e preka pak më përpara, jam mendimit që diaspora nuk ka vend në të tilla protesta. Nuk është ndeshje futbolli e kombëtare që të vime dhe të mbështesim çunat tanë, se nderohet kombi. Këto janë çështje politike të cilat i zgjidhin qytetarët e një vendi. Dhe në thelb nuk ka ndonjë efekt, sepse përveç se një show që bëhet në shesh, kur vjen puna te mënyra se si bie apo konfirmohet një qeveri për atë vota, ato nuk luajnë asnjë rol, se nuk janë votues kryesisht. Sikurse edhe përbërja e protestës. Pra, unë në mënyrë të rregullt e kam parë protestën. Kam kaluar në për të ndier tamam për kryuar përshtypjen se si është. Edhe çfarë ndodh vërtet. Dhe aty një pjesë e mirë e tyre janë po ashtu dhe të rinj që janë në moshë, pra që s'kan mbushur moshën e votimit, janë 9-18 vjeç. Pra përsëri dhe këtu bie impakti. Unë do thosha që protesta padyshim që është një tregues shumë i shëndetshëm i mënyrës se si po ndërgjegjësohet një shoqëri, e cila në momentet saktuara i përgjigjet thirrjes dhe kur mendon se nuk po merr atë që duhet marrë nga politika, pra nga drejtuesit e shtetit, padyshim që është një tregues i cili tregon rritjen para kësaj ndërgjegje, sepse nuk ka ndodhur kollaj në Shqipëri, pra nëse do të kishim një moment tjetër mund të ishte ndoshta çështja e armëve kimike, ku pati një mobilizim po ashtu të madh, që mund të ishte krahasueshëm mos gabojmë në 2014. Po, sepse kërkesa ishte konkrete, pra dhe ishte absolutisht ishte një mënyrë që me njerë hyje në negociat dhe shikoje e masje, si të thuashëm. Pra, sipas jush, nëse do të vjonte akoma ideja për projektin e Zvërnecit dhe do të qëndronin asaj ide protestuesi pa u shpërndar në kërkesa tjera, mendoni që do kishte rezultat protesta? Ka një problem, sepse tani jemi në gjendje ta vlerësojmë pak në atë pak retrospektiv që ka, sepse aty ka dy momente përsa i përket Zvërnesit. Është ajo pamje e shëmtuar e tregjes atij qytetarit pra zvarr, që padyshim jo vetëm shëmtuar për dënueshme, nuk e di në po vazhdojnë apo jo proceset me të, me ata që e bën këtë gjë. Por pika tjetër ishte që aty për mendimin tim, me mënyrën se si u abuzua përsa i përket lejes ndërtimit, qëllimit, pra u bë fakti kryer diçka që me sa rezulton nuk ka qenë kështu, përsëri do kishte çuar në kurrjen e saj. Por gjithsesi, domethënë, ishte një moment i cili tregoi që shikose pra mesazhi që dha që kjo shoqëri reagon. Pra kur e thën troç trashes shumë zullumi, shikose shoqëria reagon. Pra protesta është tregues i pa diskutim i rritjes ndërgjegjes qytetare këtij vendi në fazën e vet fillestare. Në momentin pastaj që hyn interesa të tjera, në momentin që hyn parti politike, se këtu ka dhe diçka që ndonjëherë të bën edhe të qeshësh. Shikon në një protest që ata e quajnë revolucion, edhe ka tipare dhe thjerë tipike të një revolucioni të majt, të kuptimin e plot ekstremit majt, shikojmë që marrin pjesë e partitë djathta. Domethënë, mos ndoshta nocionin e ideologjive në partitë politike nuk është se kanë të saktë dhe i qëndrojnë në mënyrë rigoroze, duke qenë se shikojmë këto trende apo? Po kjo e para, e dyta interesat e kështu me radhë, por që nuk po them se protestat ndajnë me thik, por që nuk shkon, sepse dakord po del dhe po thua që shiko se unë jam këtu edhe kam elektoratin tim pas e kështu me radhë. Qartë, megjithatë zoti Kasmi ne kemi parë që në protestat saktuara, sidomos ku janë mbledhur disa protestues përpara parlamentit, po ashtu në protestat masive që zhvillohen çdo mbrëmje, ka tentuar dhe ka pasur tendenca për të larguar përfaqësuesit politik nga protesta. Po pikërisht sepse dhe vetë janë pa unifikuar. Pra padyshim që po. Ndaj thamë me shumë kujdes panairin në thonjza, sepse aty pati fillimisht shumë interesa. Por nëse do flasim konkretisht, ajo që unë kam vënë re në një pjesë mirë të ditëve në protesta, do di që unë kalova, pra po të shikoje përbërjen e protestës, ishte shumë interesante ta vërtetoje. Pra, në qendër përballë kryeministrisë, pjesa më e madhe e tyre, pra në ditët kurrente s'kishte rënë numri në mënyrë kaq drastike, dëgjoje thirrje për të dy palët, pra Rama në burg, Berisha në burg, kur spostohesh e pak më në drejtim të piramidës, aty dëgjoje thirrje vetëm për kundër kryeministrit Rama, sikurse shikoje edhe numrin e atyre që kishin dalë dhe vrojtonin, pra shikonin sikurse isha edhe unë njëri prej tyre. Pra, në thelb, po ta shikosh protesta ndonjëherë flet
edhe duke e vrojtuar, duke parë në mënyrën se si është organizuar. Por ajo që binte në sy ishte mënyra se si menaxhohet të lëshohet mikrofoni, në kuptimin që tani nuk është mikrofon dasme protesta, që dali çdo kush edhe të thojë të bëj. Pra, këtu jemi në pikën e mungesës organizimit, po ndoshta ky organizim nuk mund të bëhet ndryshe si pasojë, sikur se tham, e të gjitha rrymave që tashmë janë përfshirë në atë protestë. Teksa shikon protesta në makro, mendoni që ky lloj destabilizimi do të cungojë rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, duke qenë se jemi drejt këtij procesi? Nuk e besoj, sepse ne shikojmë që jo më larg se sot përsëri pati një reagim për sa i përket grup kapitujve nga Bashkimi Evropian. Madje përkundrazi duket sikur po bën efektin e kundërt, sepse duket që sa mirë funksionon demokracia në Shqipëri, pakënaqësia shprehet në shesh, në atë shesh ku më përpara edhe kemi parë të vrarë edhe çdo që funksionon. Pra, varet se si e shikon, por unë nuk besoj në këtë fazë që jemi që kjo gjë është e rrezikuar, sikurse duhet thënë që nëse radikalizohet dhe kalohet në të themi lëvizje të dhunshme, padyshim që mund të ketë impakt, por që për momentin nuk duket e tillë. Madje do thosha që edhe vetë ndoshta për tyre u kuptua që dhuna nuk është gjë e durë. Edhe se pikërisht ishte ajo vlerë që ato ditë e para u stërfol shumë për sa i përket protestës. Zoti Kasmi ju thotë që në 10 ditët e para protesta pati masivitet. Nëse do të ishte tillë edhe ditën e sotme që shënon edhe ditën e 44, do të ishte pjesë e saj? Pjesë e saj në momentin, pa unë e kam thënë kështu dhe e them gjithmonë në fakt që padyshim që bëhem pjesë në momentin kur shikoj dalte drejtimi, kur ka artikulim të qartë kundër çka shkon kjo protestë, çka premton të arrijë kjo protestë, dhe për mua shumë e rëndësishme të di se çfarë do ndodhi pas kësaj proteste. Në momentin që nuk gjeta pyetje apo përgjigje të tilla, sigurisht që unë për vete nuk mund të shkoj në kuptimin që mund të shkohet një herë, apo siç kam kaluar shumë herë për hir vërtetës për ta parë protestën, por jo që të ndihem pjesë e saj, sepse mendoj që njeriu do të di sakt se çfarë është duke bërë, çfarë është duke kërkuar, me kë po e kërkon dhe ku do shkojë. Qartë, mendoni që qeveria ka bërë gabim që nuk ka tentuar një dialog të drejtë për drejtë? Qeveria tentoi të kishte dialog, por që përgjigje që nuk ka ndodhur. Nuk është fjalë, pra nuk bëhet fjalë fare, sepse gjithmonë që nga fillimi mbas 2-3 ditëve të para në mënyrë të kategorike është refuzuar bashkëpunimi, sepse nuk kanë se si ta pranonin organizatorët e kësaj proteste, ndërkohë që objektivi kryesor është largimi i Edi Ramës. Pra ne shikojmë që dhe kjo është ajo që ndonjëherë të bën mendosh më thellë. Pyetja që le të iki, pra e para një demonizimi i Ramës, të gjitha të këqija të këtij vendi i kanë ardhur dhe i vinë se është ky kryeministër, ky person, dhe pastaj mjafton që të largohet ky kryeministër se çdo gjë rregullohet apo qoftë nami u bëft. Pra le të shkoj në drejtë edhe një herë kjo punë, po mjafton, kjo nuk është logjik normale, mendoj unë. Sepse kryeministrat largohen, sikur se tham, janë të njohura që nga vota, vot besimi dhe kështu me radhë, humbja e mbështetjes brenda radhave të tjera. A mendoni se në Shqipëri mungon kultura e kompromisit politik? Mungon përderisa ne jemi në politikën e ekstremeve, se të gjitha këto fenomene që unë preka që nga kultura politike, kultura e debatit, kultura e kritikës, kultura e akuzës në Shqipëri janë ekstrem, domethënë. Pra shikojmë që sikurse kemi në ekstrem dhe të menduarin dhe vlerësimin historik, po doni. Në kuptimin që jemi gjithmonë ende në një shablon bardhëzi, vetëm thjesht shikojmë sipas rastit se si ndryshojnë këto gjëra. Pra, unë mendoj që kultura politike në Shqipëri ka ende shumë për të mësuar, pavarësisht se jetojmë në një kohë ku modelet janë të qarta dhe po të kesh dëshirën e dur, po këtu hyn pastaj interesat dhe shumë faktorë të tjerë, nuk është e vështirë që të bësh sjelljen e dur, por që nuk dhe të harruar diçka tjetër. Ne mendojmë se 35 vite në demokraci është një kohë shumë e madhe, shumë e gjatë, kështu me radhë. Në thelb për një shtet, për një sistem, nuk është e tillë, sepse ne njohim teoritë të shkencave sociale ku thuhet që për 6 muaj, pra flas për teoritë për studimet e shoqërive postkomuniste, si në gjithë Evropën lindore, që ku thuhet në këto studime që
për 6 muaj mund të bësh një ligj shumë të mirë, sepse e merr modelin dhe për shtat. Për 6 vjet mund të bësh një institucion shumë të mirë, sepse përsëri merr modelin dhe mundohesh që të zbatosh, të aplikosh ato detyrimet që duhen. Por të ndryshosh mentalitetin e një shoqërie nuk mjaftojnë as 60 vjet. Pra duhen më shumë, sepse demokracia nuk është, apo të kuptuarit se si funksionon një demokratik, nuk është i çelës on-off, që kalon nga e majta në djathtë dhe nga socializmi, komunizmi kalove çelësin dhe u bëre shtet demokratik. Pra, unë mendoj që ne vuajmë ende në këtë gjë, kultura politike shqiptare, por dhe shoqëria shqiptare në tërësinë e saj ende vuan pasoja të mospjekjes së saj si shoqëri demokratike, dhe këto reflektohen padyshim të gjitha, që nga politika, shoqëria kështu me radhë. Duke qenë se një pjesë e opinionit publik nuk e mbështet protestën, mendoni që protestuesit, organizatorët e saj duhet të ndryshojnë fizionomi nga mënyra se si protestojnë? Unë mendoj se kanë vështirë ta bëjnë këtë gjë tani, sepse 44 ditë profilet janë krijuar, jo në kuptimin detyrimisht negativ, por që pak a shumë protesta e krijoi profilin e saj. Nga kjo protestë, do thënë, i kapi kufit e saj, i bëri gjithçka që mund bënte, edhe nuk mendoj se mund të ketë ndonjë ndryshim. Jo më, sepse sikur se thash, nuk pati asnjëherë që në fillim kur një pjesë e mirë e opinionit thoshte ora dakord, por që kush janë, çfarë duan dhe si e duan këtë gjë. Nuk ndodhi dhe sot. Pra dëgjojmë që mikrofoni kalon përsëri dorë në dorë, sigurisht ka disa organizatorë që shfaqen, pra, por që në thelb, kështu që mendoj se i ka cekur kufit e saj, të asaj çka mund të bënte, çka mund të arrijnë. Ndaj them që jemi në jehonën, jemi në pas revolt, në pas protest. Opozita nga ana tjetër këtë pakënaqësi të qytetarëve dhe atyre protestuesve ka mundur që ta kanalizoj ndoshta në një kapital të vetin politik? Nuk e besoj, se është një nga ato çka e dëmtoi pa ashtu protestën, mendoj, ose të paktën me sa arrim të kuptojmë në mënyrën se si vjen. Sepse në një farë mënyre është një lloj përvetësimi që kërkoj jo vetëm opozita e madhe, por ne quaj edhe opozita e vogël, pra ato partitë e tjera të vogla opozitare, ku potencial sigurisht aty mund të ketë forca politike që mund të shkonin, por potencialin ndoshta më të madh mund ta kishin ata që përkojnë dhe me thirrjet që bëhen shesh me ideologjinë që kanë ata si parti. Dhe këtu flas për parti të tipit të majt, sikurse ishte partia e Arlind Qorit, por që praktikisht nuk shoh që edhe aty mund të ketë, sepse mund të ketë ndonjë sukses. Se ka edhe diçka tjetër që duhet thënë, të paktën për partitë e vogla. Mos harrojmë që 2 prej tyre janë 3 madje, fakt do të thënë janë parti parlamentare. Pra që nga Lapaj që ka një përfaqësues që nuk e di se ç'bëhet me atë. Partia Mundësia? Po, Mundësia që ka 2 edhe. Do thënë, dhe në kushte normale do të ishte që të bëhet edhe një luftë po ashtu në thonjza në parlament. Por shikoj për fat keq edhe aty që vazhdohet edhe nga të rinjt sapo hyrë rishtas në parlament të këtyre partive, vazhdohet me një agresivitet më të madh ndoshta se në të kaluarën. Pra, unë nuk e shikoj kështu, mendoj, politik bërjen. Sepse njëri prej tyre para pak ditësh foli për atë ligjin, projekt ligjin që po përgatitet përsa i përket shitjes tokës bujqësore në shtetas të huaj. Dhe kryetar partijej opozitare dhe me njërë doli Rama po kërkon të shes tokën e shqiptarëve të huajve. Tani dalin te kultura e shpifjes, e akuzës pa provuar. Tani po ta shikosh këtë gjë më thellë, dhe pyetja e parë që mua më shkoi në mend të thash, o zotri ti je deputet. E ke diskutuar këtë gjë ti, i ke nxjerr problemet aty ku duhet, dhe aty ku do miratohet ligji në fundit. Çfarë ligji është ky? Çfarë përfaqëson? Dhe kur hyn dhe lexon, sikurse bëra, sepse sot mundësitë janë të shumta, dhe e pash që ai është një ligj i cili pikësisht është detyrimi i Bashkimit Evropian. Sigurisht që nga Franca ndryshe, Gjermania me diktate ndryshme dhe kështu me radhë, dhe po ashtu një ligj i cili do të hyjë në fuqi 6-7 vite mbas anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Po dali përsëri te pika. E ke bërë këtë diskutim aty ku duhet, që ti të mundohesh për atë që ne të paguajmë, që jo të dalësh edhe të kujtosh se po përfiton politikisht, duke sharë, duke akuzuar
por që të mundohesh ta marrësh të projekt ligjin, ta studiosh, të bësh propozimet e tua që e bëjnë atë më të mirë dhe të mundohesh që të justifikosh atë që ke shkuar atje. Kështu fiton mbështetje në elektoratet e njerëzit. Nuk fitohet sepse kjo gjua e akuzës mban pak, por në fund fare. Zoti Kasmi, po mos prezencën ditën e sotme së seancës plenare të Partisë Demokratike, si e shikoni, duke qenë se edhe në sloganin e protestuesve është një prej tyre që thuhet Berisha duhet largohet, po ashtu edhe Rama duhet largohet. E shikoj, sikurse do ta shikoja në çdo rast që mos pjesëmarrja e deputetëve në kuvend duhet të jetë një masë që duhet të sankcionohet, sepse ne I paguajmë që ta të shkojnë dhe ta bëjnë politikën në parlament. Pra madje ajo jo një herë në 6 muaj që duhet jesh, por ditë më ditë kush nuk shkon nuk duhet paguhet nga taksat e shqiptarëve për atë që nuk jep që është zgjedhur. Do thënë, kjo është pak sigurisht duke si thjerrje tani në kuptimin. Por e kam fjalën që do të isha kritik ndaj çdo lloji force politike që refuzon të shkojë në parlament. Për çfarë është parlamenti? Sigurisht ka dhe veprimtari jashtë parlamenti. Por tani, kur je politik, synon të është parlament. Hyn parlament, shkon parlament. Tani, ç'është kjo punë kështu? Zotë Kasmi, kjo është një protest shumë e mirë qytetare, kjo që ju tha, duke qenë se duhet jenë pjesë e parlamentit ligjvënësit që ne I zgjedhim me vëllën e tyre. Shumë faleminderit që ishim ne në këtë hapësirë. Faleminderit juve. Të nderuar teleshikues, ishim me studiuesin Mareglen Kasmi në këtë hapësirë ku ne folëm pikërisht për protestën e cila ka hyrë në ditën e saj të 44. Mos largoni nga ekrani i rrethshë 24 pasi nga momenti në moment do të kemi një komunikim me kolegen Jonida Omeri e cila po djeg nga afër këtë protestë në bulevardin Dëshmorët e Kombit.